وعلا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه المجتبى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه إلى يوم الدين أما بعد. Gjithë lavdërimet dhe falinderimet I takojnë vetëm Allahu madhruar, ai që është vetëm pashok, për ti kërkojmë ndihmë dhe falja, paqja dhe bekimet Allahu qofshin mbi profetin ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe mbi gjithë besimtarët që do ndjekin rruga e tij deri në ditën e gjykimit. Dëshmojmë dhe deklarojmë me thelësi e zemrës që nuk meriton të adhurohet tjetër përveç Allahu xhalle shanu dhe dëshmojmë që Muhammedi është robi I dhe dërguar Allahu xhalle shanu. Vlezër, jemi në fund vitit tani, janë ngelur disa ditë edhe kalendarin e ndryshojmë faqa nga viti 2025 bëhet 2026. Dhe mendojmë ne sikur kemi hyrë në vitin e ri. Për vlezër, nëse shohim me realiteti, njëjta dita se ishte dje edhe sot, vetëm ndryshuar është çfarë që nga jeta tonë, që padyshim ne nuk dim, por Allahu xhalle shanu di. Sot profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dita kur gelet I shtazan femër në tonë, atë ditë Allahu xhalle shanu kur plotësohet 4 muaj, dërgon angjel. A dhe thot, futej shpirtin në këtë trupi dhe I shkruaj ajalin e ti, ajali kuptimi është sa ka për të jetuar, dhe I shkruaj sa ka riskun e ti. Atëherë jeta jonë është saktuar atëherë kur është fryrë shpirti në trupin e nënës tonë, në trupin tonë. Atëherë ajo jeta është saktuar edhe angjeli vdekja. Sot profeti Muhammed që njeriu është duke bërë planet me shokët ti, duke qeshur, duke haruar ditën e ti fundit, edhe bën planet, kurse ne, do më thënë të regon dërguar Allahu xhalle shanu që diskutimi që ka bërë njëherë me angjeli vdekja, kurse ne, do më thënë kuptimi është në angjel, ne themi ai sa pa kujdes është, ai nuk mendon që në dora tonë, para një vit, është një natë gjatë viti, quhet nata kadri. Ne dim gjithë që falimi namaz. Allahu xhalle shanu ka përmendur në Kur'an kadr kuptimi është saktim, vendosja. Atë natë, Zoti çfarë bën? Shpërndan ato regjistër, ato angjel që janë për riskun e ton, jep që sa ka për të fituar këtë robi në dorën ti. Ashtu I vdekja, ai që ka për angjeli vdekja në dorën ti jepet regjistër që gjatë këtë viti kanë për të vdekur këto njerëzit në këtë orari, momenti filani ashtu. Atëherë, profeti Muhammed thot që angjeli ma tregon që ne themi që ky personi është duke bërë planet për vitet. Unë kam për të bërë ashtu, kurse në dorën tonë ka ardhur letra që ka gjatë viti ka për të ndruar jetë ky person. Edhe ne dim para koha. Kjo është jeta jonë vlezër. Kuptimi është që doshta ne, ose njerëzit tonë, vlezër tonë, ose gjithë dunia ka për të bërë një kënaqësi madh që kemi hyrë në viti 2026. Ti patjetër ke hyrë si kalendar, po s'ke fituar atë vitin. Pse ti nuk di? A do jetosh gjatë këtë viti apo jo? Po, viti që ke kaluar ishte në dorën tënë, a fitove atë? Edhe ka dunia jotë një qëfëse ti mendon që kam përqëndruar këtu, edhe për akhiratin tënë që ka një botë tjetër ku ke për të berë, veprat mira edhe do sigurosh një jetë amin në varen tënë edhe në botën tjetër. Edhe thot në dërguar Allahu xhalle shanu, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Janë dy mirësitë Allahu xhalle shanu që janë në mashtrim shumë njerëzit. As-sihhatu wal faragh. Një shëndet edhe 2 liria. Momentalisht ne nuk jemi I sumur. Lirë kush janë vëllezër? Në spital njerëzit, pse ai s'ka asnjë punë. Ai aty do qëndrojë në krevat, është detyrueshëm.
Allahun neve na ka dhënë shëndet, ne jemi me sihat me shëndet i mirë, atëherë do të përdoremi atë për një ditë që kur nuk do punojemi ne. Sot profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kur një njeri është udhëtar ose kur është i sumur, çfarë ka punuar në i shëndetin e tij ose jashtë udhëtimin e tij, ai merr shpërblimet për atë vepra, edhe kur është në udhëtim, edhe kur është në krevatin e sëmundje. Prandaj vëllezër, nëse jemi besimtar, ne duhet punojemi për dita kur nuk punojemi dot, ta marrim shpërblimin plot. Nëse sot ne nuk kemi duke punuar për botën tonë, për jetën tjetër, atëherë në krevati i sëmundja vetëm peshmani ka. Pse çdo njeri Allahu xhaleshanu na tregon, pse ne nuk dim, ne nuk pyesim dot sot gjyshin ton, që o gjyshi moment të fundit ti si ishte. Çfarë mendonte? Se ai nuk ka shansi të shpreh çka ka ndodhur me atë. Por na tregon Kurani që momentet të fundit çdo njeri komunikon me engjël i vdekja. Se ai është përballë, ne nuk shohim. Ai atë momenti është duke parë, se fillon shpirti jon duke dal nga gishti i madh i këmbës ton, edhe del nga rruga syri, edhe syri djeg shpirtin ton. Ai është duke parë. Vëllezër, ky është trupi jon, forma jon, po korrenti me atë që flasim ne, takojmë me njerëzit, komunikojmë, ai është i shpirti. Edhe ajo del nga trupi jon. Atëherë njëri shikon, djeg atë. Mirë, vëllezër, këti shpirti kur del, çfarë mendon njeriu? Se ka një komunikim me trupin e vet. Sot profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, nëse trupi ka dëgjuar sot kur jemi gjallë në këtë dunia, shpirti jonë është nën kontrolin e trupit. Çfarë bën trupi, shpirti është detyrueshëm të djeg. Si zemra jonë. Zemra jonë është nën kontrolli trupi jonë, nafsi tonë. Zemra nuk do të bësh këtë veprimi, po ti bën prap. Edhe nuk dëgjon realiteti, zemra tregon e vërteta, pse ai është ngjitur me shpirtin tonë. Por ne prap nuk dëgjojmë zëri zemrës tonë edhe bëm çfarë do nafsi tonë, mendje tonë. Ajo inati jon. Nuk kemi shefta ulim mundin tonë. Që do nuk është që zemra aty, edhe ai që vret, edhe ai që pi alkool, edhe ai që bën keqa, edhe zemra ti është i gjallë, ai tregon aty mos bëj këtë veprim. Kjo nuk është për ty mirë, as në këtë dunia edhe në dunjan tjetër. Po ai duke parë ato dobi të përkohshëm, që duket fresk, moment, ai shtup zeri zemrën vet, edhe bën çka kërkon inati, nafsi ti. Tani Allahu xhaleshanu na tregon që çfarë bën. Sot kur ndan trupi me shpirti, nëse ishte robi mirë, shpirti thot, Zoti ta ka për të dhënë mirësi, ti mua ke qetësuar në këtë bota. Ti do shohash ato mirësit të Zoti edhe në varrin tënë, edhe në botën tjetër, edhe ti ishte një forma, një trupi më e mirë për mua. Edhe do të gëzojmë një jeta e lumtur në Jannatul Firdaus, në xhennetin Allahu xhaleshanu. Edhe me këtë fjalë ndan. Nëse robi është keq, thot ti ishte një trupi shumë e keq për mua. Mua nuk ti s'ke dhënë rahat mua as tu, se ai që bën vepra të keq në këtë botë. Ne mendojmë që ai është në një jetë e lumtur. Vëllezër, ai nuk flen një jetë e qetë. Gjumi nuk vjen qetësi aty. Ai është me istesimet e vet. Në pamje duke përdorur ai lukset e këtë dunia, po me realiteti shpirti ti nuk është i kënaqur me atë. Edhe ajo kur ndajnë, thot që ti ishte një trupi shumë e keq për mua. Edhe tani do shijosh ti ato keqet tua, edhe në varrin tën, edhe kur përballosh para Zotit, kur do shikosh dënimin e Allahu xhaleshanu. Ashtu ndahen. Sot Allahu madhruar në Kur'an neve na tregon edhe profeti Muhammed na ka shpjeguar. Prandaj, vëllezër, këto ditët që janë, ne duhet vlerësohemi në jetën tonë, jo me numrimet, viti 2006, 2005, 2007, ato janë si një shkallë që njeri është duke ngjitur në një ndërtesa i madh e lartë, kaloj një shkalla 2, atëherë ato që kanë ngelur, ti ke kaluar, nuk ke për të kapur prap. Tani shiko çfarë ka ngelur në dorën tënë, atë ti nuk e di, atëherë derinsa nuk e di sa kam për të ngjitur lart, edhe kur do mbyllet fruri, çfarë ka për të ikne.
çfarë feston ti? Festa ishte par koha që ke kaluar mirë. Në qoftë se ke kaluar mirë, që inshallah, po ai që nuk ka në dorën tënë, sot njeri mençur, që dita dije për të ka kaluar, çfarë ke fituar mirë kesh, ka ikur nga dora ja, çfarë do i kënaqesh. Dita nesër ti nuk e di, a do jetosh apo jo. Tani dita sot është, sot çfarë je i kënaqur, në qoftë se je mirë, bëj kënaqësinë tënde. Në qoftë se je keq, çaj për halin tënd edhe vendosje për përmirësim. Dhe kjo është duke thënë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, janë dy mirësitë që Allahu xhallahu shanu ka dhënë njeriu, sihat, shëndeti i mirë, dhe që është lirë sot punon dot, nuk është ngarkuar në një ngarkesa i madh, pastaj nesër nuk është. Vlezarieta janë si dielli dhe hëna që dalin çdo ditë, edhe ne shohim që ai kur del akoma vetëm dali drita. Pastaj del pak deri sa bëhet ora 12 dreka, ai është me kulmin e vet në rinjen e plot. Edhe pastaj bie deri sa parandohet basdita darka. Ashtu jemi ne kur jemi familj, pastaj vin çik më i rritur, vin një kohë me luajmë në lagjet ton me shokët ton, vin një kohë rinia ka ardhur, martesa ka ardhur, bëhet baba, nesër bëhet gjysh, fiton çfarë fiton çka ka saktuar Zoti, edhe një ditë do vi, njerëzit do marrin në krahun e vet, edhe vendesin në gropin ton, ose me vepra të mira, ose me vepra që keqa që kemi bërë. Prandaj, si diel, si hena është jeta tonë. Duhet mëshirojmë për veten tonë, duke urur me qetësi, që o filani, deri në sot çfarë ke fituar edhe çfarë ke humbur, bëj peshman, trego para Allahu xhaleshanu dhe bëj mëshirë me veten tënde dhe bëj përgatitje për varr edhe për botën tjetër që është duke ardhur. Kjo është festa real nëse ne festojmë për vitin e ri. Kurse ashtu dunia është duke festuar nga vitet edhe nuk ka fituar gjë. Ne jemi duke parë vetë. Prandaj vëllezër, Allahu xhaleshanu na tregon në Kur'an wal asr, pasha koha, innal insana lafi khusr, pa dyshim njeriu është në humbje i madh. Përveç ato njerëzit që kanë besuar dhe kanë bërë vepra të mira dhe kanë këshilluar njëri me tjetrin, sprovat që vinë në dunia për durim, edhe kanë bërë vepra të mira për botën tjetër. Ky është vëllezër, lut Allahu madhruar, Allahu xhaleshanu, çfarë jeta jon ka gelur, na jep mundësi ta ne vlerësojmë atë. Çfarë koha ka kaluar, ne kërkojmë pendimet për Allahu xhaleshanu. Lut Allahu madhruar, Allahu xhaleshanu na mundsof, inshallah na kap balin tonë dhe ul para ti, para sa vin dita fundit. Astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb, innahu huwal ghafurur rahim.